Jeta ka detyruar që të provojë gjithçka që të sigurojë kulm mbi kokë për veten dhe 3 fëmijët e saj. Ka punuar gjithçka, por nuk ka arritur të tubojë aq para sa të blejë të paktën edhe një banesë një dhomshme. E nga sot Alie Sherifi së bashku me 3 fëmijët e saj janë në rrugë. Kjo situatë ka detyruar nënën e 3 fëmijëve brenda ditës të sjellë një vendim të rëndë, të shes veshkën. Jeta e ka detyruar që të provojë gjithçka që të sigurojë kulm mbi kokë për veten dhe 3 fëmijët e saj. Ka punuar gjithçka, por nuk ka arritur të tubojë aq para sa të blejë të paktën edhe një banesë një dhomëshe. E nga sot Alie Sherifi së bashku me 3 fëmijët e saj janë në rrugë. Kjo situatë ka detyruar nënën e 3 fëmijëve brenda ditës të sjellë një vendim të rëndë, të shes veshkën, për të siguruar streh për fëmijët. Unë nuk kërkoj ndihmë pi askuj, kërkoj i bëj apel çdo personi që ka nevojë për veshk, në të lajmërohet do të valla numrin tim, lirisht unë jam ajo që dështrajhem, e nëse i përgjigjet veshka jeme, dhe hap me një sumë parash për një kulm me greje. Andim ma nuk kërkuj veç për i të lumet Allah, se ma hapar se vdeken nuk kom kur gja. Nëse ma mundëson i lume Allah, dhe hap veshkën për një kulm me greje. Unë 50 vjetë i bona, e në 50 vjetë tjera nuk jetoj. Atë dej. E nëpse imër janë dorë të zotë, taj ma e dinë sa ka cakto, po du të thomë që una sa kom jetoj, nuk jetoj, dhe për fëmijët të vdes rahat. E nëse vdes shatin salë, ato pare unë delo me goj që ato pare nuk i do unë. Lirisht direkt në ta bli një banes, e në kur gjama dhe për fëmijët ma jesë rrugë. Vetëm për këtë. Jo për mu, se une për të kërkoj ndim për veti, apo të bëjt nëse tjetër, mu më ka met të më thonë, si kuj që i vinë lejnë, që nuk ka provu në rasin tim, më ka thonë, dilë marto, li fëmijët janë të rejtun ato. Si të rejtun, djali i vogël ka 15 vjetë, fëmijët e me një mbojnë me trauma. Kërkush nuk e kupton jetën vetë. Nana vetë ba, vetë burë, vetë grue. Je mundohën 4 roli këm lujtë një jetë. As kush nuk më ka kuptohu, vetë më kanë gjiku. Ato që më kanë dimo, i lumi Allah vadhasht mejrat në këtë botë e në të botë. Ama ato që më kanë gjiku mu, i pasha në atë situatë si që mund.